Parlamentit Evropian raportin vjetor për Shqipërinë. Ku duhet përmirësohet Shqipëria dhe ku janë gabimet e qeverisë? Mendoj se raporti që sapo u miratue në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian damkosi në mënyrë të qartë si kristali regjimin e Edi Ramës si një regjim që nuk respekton shtetin ligjor, si një regjim që shkelmon të drejtat themelore, të drejtën e informimit, lirinë e shprehjes dhe të drejtën e pronës. Në raport damkoset regjimi i Edi Ramës si një regjim në të cilin ndërhyhet politikisht fuqishëm në sistemin e drejtësisë, u shpreh shqetësim i madh për stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesi të drejtë ligjor për qytetarët shqiptar. Ky raport denoncoi me qartësinë më të madhe farsën elektorale të vitit të 11 majt 2025. Mbasi, e vërteta është raporti citon hyrjen e raportit të raportit të përbashkët të OSBE, ODIHR-it, Parlamentit Evropian, Këshillit të Europës dhe Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, në të cilën që rrjeshtat e para thot se qeveria përdori burimet të gjëra për të dominuar në zgjedhje. Pra, faktikisht ajo do të thot se qeveria me shteti ligjor i shndroi zgjedhjet në një farsë elektorale. Raporti gjithashtu denoncon Olta Xhashkën dhe Edi Ramën, jo me emra, por i denoncon aferën e tyre, denoncon parlamentin me mos zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese, konkretisht për Xhashkën dhe vullnetësinën. Raporti denon mungesën e merr këtë si një shprehje të asgjësimit të shtetit ligjor dhe përqendrimit të gjitha pushteteve në një dorë. Raporti denon në një indirekt denon ligjin e investimeve strategjike, pra ministrat dhe ministrat që kanë përfituar nga ky ligj për të plaçkitur shqiptarët prona. Raporti mbështet fuqishëm kërkesat e pronarëve shqiptar. Ky raport në të vërtetë me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë Edi Rama, sot mund të themi se kjo ishte vaterloja. Çfarë përpjekjesh ka bërë zoti Berisha? Edi Rama ka bërë përpjekje shumë të mëdha për të ndryshuar raportin, për të ndryshuar jo vetëm këtu, po për të ndryshuar raportin e vëzhguesve ndërkombëtar. Por sot, përveç këtij miratimi në Komisionin e Jashtëm të raportit për Shqipërinë, dhe me këtë rast shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë deputetët e këtij komisioni në mënyrë të veçantë, kryetarin e komisionit McAllister, koordinatorin e grupit Partisë Popullore, zotin Galer, dhe deputet të tjerë me të cilën dje patëm takime intensive
dhe paraqitëm rastin si duhet për qëndrimet e tyre, për diskutimet e tyre, për denoncimin publik që ata i bën në këtë komision regjimit e Ramës dhe zgjedhjeve të tij. Por, sot ne ishim në asamblen e partive politike të Partisë Popullore, asamblen politike të Partisë Popullore, se ishte dita e dytë. Edhe sot, Shqipëria pati përqendrim përsëri tek Shqipëria. Kërkesa e zonjës Vokshë, që rezoluta e miratur në Valencia, e cila parashikoi pik për pik farsën elektorale dhe dokumenta tjera, farsën elektorale të 11 maj dhe dokumenta tjera për Shqipërinë, të sensibilizojnë më shumë institucionet ndërkombëtare që kryesohen nga personalitetet të qendrës djathtë europiane dhe qeveritë e qendrës djathtë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kërkesë e cila u prit me shumë mbështetje dhe interes nga drejtuesit e EPP-s, por dhe diskutantë. Në këtë seancë sot, përsëri, eurodeputeti dhe koordinatori i grupit parlamentar të EPP-s, zoti Galer, mori fjalën ku mbështeti fuqishëm të gjitha denoncimet e raportit të OSBE Odirit dhe në të veçantë u ndal në denoncimin e pjesëmarrjes së krimit të organizuar në zgjedhje. Bashkëpunimin e politikës me krimin në Shqipëri.